Pretendimi i prokurorisë është ky: shpërdorim detyre dhe kaq. Shpërdorimi i detyrës, zotëri, është një magazin e madhe që ka 100 artikuj brenda. Tani nuk ka asnjë gjë konkrete të saktë, të pakën për klientin që kam unë, nuk e di tjerët, që të thotë që po, ke shpërdoruar detyrën dhe ke shkelur këtë nën të këtij ligji ose të kësaj rregulloreje. S'ka. Çfarë kërkuat ju? Unë kërkova arrestimin e paligjshëm dhe shpalljen të dalë lirë, pa mas sigurimi. A pati pretendime nga avokatët e tjerë apo janë pak a shumë të njëjta? Çfarë fol pak a shumë? Tani pretendime ka, secili ka thënë fjalët e tij, s'kam të drejtë të gjykoj të tjerë se çfarë thonë si e thonë. Po klienti juaj? Klienti im pranoja, miratoja të që thash unë, është i pafajshëm dhe s'ka asnjë përgjegjësi dhe nuk është akuzuar me një nën konkret, me një akuzë konkrete, që shiko ke shkelur këtë. Klienti juaj është shefi i policisë, i komanduar. Po. Kështu që ka detyrim për zbatimin e protokollit sigurisë. I ka zbatuar të gjitha në mënyrë më të përpikë të mundshme. Pra është zbatuar protokolli sigurisë? Absolutisht po. Nga shefi sigurisë, nga shefi policisë është zbatuar i gjithë ligjin në mënyrë perfekte. Se çfarë ka ndodhur jashtë dyerve të burgut, atë s'ka përgjegjësi ai.